Përshëndetje! Sot është dita e verës, edhe unë po mundohem që ta lidh një verore, si që lidhim dikur në familje tonë. Këto na I vendoste mami që në mëngjes ishin tradita shumë të bukura për familjen tonë. Domethënë ishin festat që na jepnin më shumë kënaqësi dhe lumturi. Vendosnin verore, ku përdrithnim një pet të bardhë dhe një pet kuq, I bëmim gjithmonë vetë. Pastaj bëmim ato vezët me ngjyra, zgjidhnim secili nga një vezë, edhe I thyemi me njëri tjetri. Veza që do qëllonte më e fortë, personi do ishte gjatë gjithë verës shumë më I fortë. Traditë tjetër kishim merrnim deg thane, edhe I vendosnim poshtë kokës, kur flimin poshtë jastikut në darkë, në datë 13, pasi kishim ndezur zjarin. Zjarin e quamim konoshtypje dhe pothuajse bëmim të gjithë zjarr atëherë. Ishte një garë e vogël se kush e bënte zjarin më të madh. O Zot, çfarë kënaqësie. Pastaj çoheshim në mëngjes herët, kush do çoheshe I pari, merrte ato degët e thanave, duhet I hidhte në një ujë të rrjedhshëm, edhe kishim një shprehje që shita gjumin të mora punën. Domethënë gjatë gjithë verës ai person që çoi I pari do ishte shumë punëtor. Megjithse sot në mëngjes mua ma kanë shitur të gjithë gjumin dhe pa problem e kam blerë, se nuk e kam më problem si dikur të çohesha e para për punë. Ishin ato gurabijet që bënte mami, ajo aroma që të vinte në mëngjes I bënte të ngrohta, o Zot sa të mira ishin. Bëmim petanik me fasule, me mish. O sa do doja që sot të isha tek shtëpia e prindërve të mi, sepse ne vazhdojmë I ruajmë këto tradita, që dal nga dal po zhduke për brezat e ri. Unë nuk I bëj dot gurabijet e mamit, sepse nuk besoj se arria të shijen e mrekullueshme që bënte ajo, por sot kam vendosur të bëj kulaçka 5 lekëshe me sheqer të kuq sipër. Sporimat e dita e verës të përmallohen për kohën që ka kaluar, kështu që po vazhdoj me recetën. Ndiqeni videon. Kemi marrë një tas, si fillim thyem një kokër vezë. Pastaj do hedhim vetëm pak fare krip. Shtojmë gjysmë gote sheqer. Shtojmë dhe një paketë të vogël vanilje. Marrim rafsën e vezëve dhe do t'i përzijmë së bashku. Pasi kemi përzirë vezët me sheqerin, do shtojmë gjysmë gote gjalp të shkrirë. Do shtojmë dhe gjysmë gote qumësht. Hedhim një majlugë kafeje sod buke. Pasi kemi hedhur të gjithë përbërësit dhe masa është bërë homogjene, do fillojmë të shtojmë miellin pak nga pak. Miellin do e shtojmë pak nga pak. Pasi kemi hedhur gotën e parë me miell, e përziejmë, shtojmë gotën e dytë me miell, vazhdojmë ta përziejmë përsëri. Pasi shtoj gotën e tretë me miell, e largojmë rafsën e vezëve dhe do filloj ta punoj me dorën që të bëjmë një masë homogjene të brumit. Kjo është forma e brumit që ka dalë, duhet jetë kështu e butë. I hedhim pak miell poshtë dhe sipër dhe fillojmë ta hapim në një petë. Peta duhet të ketë trashësinë 1 cm, që të dali e plotë kulaçka. Unë nuk kam një formë tamam për këto, por kam marrë një kapak vazoje dhe po I bëj në këtë lloj forme. Pasi ju kam dhënë formë, I vendos në një tavë ku kam vendosur letër kuzhine për pjekje. I vendos të gjitha me radhë. Pjesa e brumit që mbetet e mbledhim dhe e hapim një petë përsëri. Kështu veprojmë derisa të mbaroj I gjithë brumi.
Sobën po e gradoj 180 gradë, por orën do ta shikoj nga telefoni sepse siç e shihni e kam të çakërdisur orën. Tani janë gati për t'i futur në furrë. I kam lënë rreth 20 minuta sepse sipër duhet jenë kështu të bardha. Tani do përgatisim sheqerin e kuq që t'i lyejmë sipër. Në një tas hedhim sheqer pluhur. Pastaj do hedhim ngjyrues guzhine, që e ka marrë me shielu lushtrydhje, këtë ngjyrën e kuqe. Do ta përzijem që të bëhet i gjithë sheqeri i kuq. I kam shtuar pak fare ujë që të jetë kjo masa e hollë. Tani fillojmë i fusim një nga një në pjesën e sipërme i ngjyej me sheqer të kuq. O zot, sa të lezetshme! Dhe ja përfundimi. Nuk e mendova që të dilni kaq të mira dhe kaq të shijshme, por vërtet janë fantastike. Shikojini. Kjo ishte edhe receta e kulaçkave të kuqe, 5 lekëshe. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe ta bëni në shtëpitë tuaja. Meqense sot është ditë e verës, ju uroj gëzuar ditën e verës, qoftë një verë e mbarë dhe plot begati për të gjithë ju dhe familjen tuaj. Faleminderit që e keni ndjekur videon deri në fund, mos harroni të bëni like dhe të lini koment nëse i keni provuar t'i bëni ndonjëherë kulaçkat 5 lekëshe. Bëni subscribe nëse jeni të ri në kanalin tim dhe vazhdoni të jeni pjesë e këtij komuniteti bashkë me mua. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!